bizneset, e prodhojnë hotelet, e prodhojnë restorantet, e prodhojnë dhe tani, kjo është kryesorja. Pastaj mos ki merakti se çështja e investimit është çështje që nuk e përcaktojnë protestat dhe nuk e përcaktojnë ata që dalin në rrugë dhe thonë do vendosim ne se ne jemi populli. Si populli? Si po ata që votojnë që nuk janë populli ata? Jo 5.000 veta. Jo 5.000. Po 500.000 të dalin në shesh. Nuk mjaftojnë. Sepse janë 800 e kusur mijë që kanë bërë marrëveshje me mua dhe me Partinë Socialiste. Për çfarë kanë bërë marrëveshje? Se zvërnecin në njerë që ky investim nuk doli sot papritur. Unë e kam thënë fushat. Do bëjmë një gjë kështu, do bëjmë një gjë ashtu, si? Patjetër do ta bëjmë. Si do bëjmë investime private, patjetër. Unë isha në po që ke këtë radio në xhep. Unë isha në Tivat, kam marrë direkt nga Tivati këtu. Tivati ka qenë vendi më i pazhvilluar i Malit Zi dhe vendi ku nuk shkonin turistë se ishte bazë ushtarake. Një bazë e vjetër ushtarake Jugosllavisë, 10.000 banor dhe as turist, as drejt, as shejtan. Papunësi, iknin gjithë rinia nga Tivati dhe fati që në fakt duhet ta kapte Shqipëria, sepse një investitor i madh kanades erdhi në Shqipëri dhe ka ardhur eksaktësisht pasi në periudhën që ne ishim në opozit, e trajtuan në mënyrën më skandaloze, i kërkuan pjesën dhe ai u pa taks. Unë kam njohur, takuar atë dhe bashkë investitorët e tij. Donte të bënte portin turistik në Durrës. Shkoi në Malzi, e mori me një herë ai tjetri që është njeriu që ndryshoi malezime ato investime. Sot Tivati ka 5 milion turist. E di çfarë është Tivati? Një gji. 5 milion turist në vit. Po nuk është puna se ka 5 milion turist në vit. Po Tivati është zona që kontribon më shumë me taksa në gjithë Malezi. Vetëm në Port of Montenegro janë 200 dyqane. Kush i ka dyqanet? Kush i ka? I kanë malazezët. Në anën tjetër, prona aty ishte 400 euro metri katror. Në Port of Montenegro ka vaj 12.000 euro metri katror, në pjesët e tjera 4.000 euro metri katror. Tani natyrisht që nuk blen dot dikush në Tivat kollaj, por ama për banorët që janë atje, po të duan të shesin për shtëpitë e tyre, ndërsa ata që vinë vërtet paguajnë, por ama e dini sa është pastaj e ardhura që vjen nga taksa që merret mbi pronën? E dini sa është ardhura që marrin pastaj nga të gjitha taksat e tjera? Ndërkohë që sistemi i shërbimeve, gjithë bizneset e vogla, gjithë njerëzit që kanë morë taksie, morë shofer, morë peshkatar, morë fermer, rreth e rrotull, madje atje bëjnë në Port of Montenegro, bëjnë fat fermer shqiptar. Nga ana tjetër e kufirit, se atje s'kan shumë prodhim. Shkojnë nga ana tjetër e kufirit dhe kanë kontrata atje në Port of Montenegro me fermerët shqiptar që i paguajnë. Dhe gjithë kjo gjë është ekonomi. Dhe është diçka që se kjo i teoria që do na vinë të huajt. Si do vinë të huajt? Po patjetër do vinë, patjetër. Patjetër, po pse 12 milion të huaj që vinë vizitorë, qofshin ata shqiptarët që kanë marrë pasaport tjetër dhe vinë për pushime dhe konsumojnë këtu. Ku i çojnë ato para? I hedhin në det. Për çfarë i konsumojnë? Do hanë ata? Çfarë do hanë? Do hanë çfarë prodhohet këtu. Po kur marrin
transportin, taksitë, furgonat, të kujt janë taksitë e furgonat. Po kur pastaj më tutje ikin edhe shkojnë presin bileta në për këto sajtet arkeologjike, shkojnë këte, shkojnë ande, është e vërtetuar kjo gjë. 1 euro që futet në një resort është baras, për çdo euro që futet, është 1.6 deri në 2 euro që hynë jashtë resortit, në komunitet. Dhe fati më i madh i gjithë këtyre zhvillime është fati i erë i komunitetit rreth rrotull. Pastaj edhe i gjithë zonës. Malizia është një vend i vogël. Një Porto Montenegro ndryshoi gjithë. Po pse Malizi ka pagat më të larta sot në rajon? Prej vitesh. Pse i ka pagat më të larta? Pse ka pensionet më të larta? Ata nuk kanë bujqësi fare. S'kan ata, nuk prodhojnë. Ata s'kan fabrika. Nuk kanë nuk prodhojnë raketa, nuk prodhojnë tanke, nuk prodhojnë makina, nuk prodhojnë pjesë këmbimi për traktor, nuk prodhojnë fare. Ata kanë turizëm. Dhe janë, pse? Vetëm sepse shumë përpara nesh filluan të merren me këtë punë si njerëz dhe ata që i përzinim ne këtu shkonin atje. Në momentin që ai investim fillon, bizneset tuaja që jeni aty rreth rrotull, bizneset e Vlorës, po jo bizneset e Vlorës në Lugomar, po kudo, lumi Vlorës, Vranishti, Himara, impaktohen në një mënyrë të jashtëzakonshme. Me ekonomi, me para, po them, nuk jo impaktohen, me para. Janë motor të jashtëzakonshëm zhvillim. Që mos them pastaj se çfarë sjellin nga pikpamja e imazhit dhe çfarë sjellin nga pikpamja e gjithë atyre njerëzve të atij niveli konsumator që vjen. Ata argjojnë në për resort, argjojnë shumë fish se sa argjojnë një turist që vjen këtu me bukë me vete. Dhe të gjitha ato ku shkojnë? Kush i merr? I lën këtu. Po kur thonë që do na vinë nga India, do na vinë nga... Po, të gjithë, ju jeni vetë biznes, të gjithë hotelet vuajnë për punëtor dhe paguajnë si në Greqi edhe më shumë se në Greqi. Tani, këta që dalin atje në rrugë dhe thonë Shqipëria është e imja, mos ma prek. Këta i duan pagat si në Amerikë në base. Po jo si në Amerikë, në një vënd, i duan si në Manhattan, nuk e di që duan këta. Sepse realisht pagat në sistemin e turizmit ton janë si në Greqi ose më shumë se në Greqi. Këtu nuk është më pyetja sa t'jap. Këtu pyetja është oja, a do vish të punosh. Dhe kjo nuk është një gjë që është vetëm në Shqipëri. Fenomeni i punëtorëve që vinë nga jashtë është fenomen i përgjithshëm. Greqi, Itali, në Filipine janë në radhë të gjitha shtetet e Europës për të marrë punëtor. Edhe ne atje jemi në radhë. Ka nevojë për krah punë, kjo si do bëhet. Po kjo nuk do thotë që këto rezortet që vinë si edhe në punëtorët huaj, jo më këta rezortet që vinë në Tivat, të gjithë ata që takovon atje, me sportele, me kamariere, ishin malezes. Të gjithë. Edhe i pysja. Ka lezet, marrim rogën tamam. Marrim sigurinë shoqërore, marrim gjitha në rregull, nuk kemi. Edhe më tha një djalë aty, ku të shkoj unë tha? Ku të shkoj? Pse tiki unë tha në Dubai ose në Abu Dhabi të punojnë kamarierë? Kemi shkuar atje dhe kemi bërë trajnime, se tani kanë blerë arabët ato. Unë këtu dhe kam pagën fix në ditë, sigurime e gjitha dhe jam shpintime. Pastaj nuk është një investim thjesht, në program investimi nuk është thjesht që hajtë se do bëjmë hotele, do bëjmë shtëpi, do bëjmë vila dhe do mbyllemi. Ata do bëjmë spital. Ai program ka spital. Ai program ka shkollë turizmi. Ai program ka plot gjëra tjera. Por tani kur të dalit dhe thonë anulloje, një gjë që s'është bërë akoma,
ti s'kem se qa bën pastaj, do duhet të dëgjosh e të durosh lloj çuditërash. Keni diçka tjetër? Prap ke merak ti? I takon 2 herë se ky ka pronën. Nuk do flasë më si pronari pretendent, atë e keme gjykatën, jepja prapë dhe njerëti. Sa pronari janë aty pretendent nëse mund t'ju pyes? Atëre, ne jemi si fis, moçka, me thonë nga, si të thosh, nga Kërnia, nga hidrovoria Kërnis, deri tek ndarja me Zvërnecin,